Doktor, cilat janë sëmundjet e mushkërive? Sëmundjet e mushkërive janë shumë të shpeshta. Po. Për nga shpeshësia e përmendur më herë hyn në grupin e tretë pas sëmundjeve kancerore dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Për sëmundjeve më të shpeshta të mushkërive e përmendëm një më të shpeshtën që ishte astma bronkiale që prek moshë të reja zakonisht edhe ata që s'kan pi duan, po një prej më të shpeshtave është edhe një që i prek ata të vjetrit dhe ata që kanë pi duan apo janë ekspozuar ndaj tymit duanit, që ndryshe quhet sëmundje obstruktive e mushkërive. Pra është një sëmundje obstruktive kronike që i prek mushkërit. Më herët është quajtur bronkiti kronik apo emfizema, që janë sëmundje karakteristike të duangjit. Kjo sëmundje i prek njerëz që kanë pi për një kohë gjatë duan sasi të mëdha. Edhe në fillim karakterizohet vetëm me kollë këlbaz. Ka njerëz që i kemi dëgjuar ata duangjit që thonë, kur ti dëgjon ty kollit, thotë, mos je smut, ai thotë, jo, e kam veç pe duhanit, kolli i duhanit. Domethënë është tipike për bronkitin kronik. Pra kolla që shpesh ka dhe nxjerrje të këlbazit, mos u mëngjes. Mbas një kohe, mas përdorim, mas përkesimit më tejm, se kjo sëmundje është progresive, përkesohet me moshë, edhe me ekspozim tymit duanit. Mbas një kohe, këta zhvillojnë edhe dispneja apo frymëzanie. Kjo është karakteristike për këto sëmundje, pra që kanë ndjesinë që nuk po mundin me marrë frymë mjaftueshëm, sidomos kur sforcohen fizikisht. Marrin me ecë pak më shpejt, ose marrin me çuni peshë më tron, ose marrin me ngjit shkallëve, edhe nalen gjysmë shkallëve se nuk mjafton frymarrja. Kjo është tipike për sëmundjet obstruktive. Këto raste këta patjetër duhet të diagnostikohen fillimisht, që në këto raste ne e diagnostojmë përmes një analize që quhet spirometër, pra me aparaturë masim se është funksioni mushkërive. Dhe pastaj fillohet me njëherë me terapi që lirojnë rrugët e frymarrjes në mënyrë që të mos ketë simptoma. Por kjo është sëmundje obstruktive. Pastaj kemi edhe sëmundje tjera që përmendën pneumonia, është sëmundje tjera pak më të rralla, po edhe një sëmundje që është pa që shpesht, që është kanceri mushkërive, që është kanceri më i shpeshtë, më vdekjeprus në botë. Pra është më vdekjeprus se çdo lloj tjetër i kancerit. Do të thënë që shkakton më shumë të vdekje për 100.000 banor.